Në gjykatën themelore të Tetovës, KTT-t vazhdoi seanca e rigjykimit për zjarrin në Spitalin Modular në Tetov që ndodhi më 8 shtator 2021, ku humbën jetën 14 persona që shëroheshin nga COVID-19. Para se të fillonte vazhdimi i seancës së rigjykimit, familjarët e viktimave thanë se gjithë opinioni publik e di se ekzistojnë prova serioze për lëshime gjatë ndërtimit të Spitalit Modular, të cilat mund të jenë arsyet e vetme për shpërthimin e zjarrit. Kjo u konfirmua edhe nga ekspertiza gjermane, një dëshmi e pavarur e zjarrit. Kjo dhe e pabesueshme e cila për fat të keq u refuzua nga prokuroria. Prandaj, i nderuar e Lupço, si tetovar, ju më së miri e kuptoni dhimbjen dhe zemërimin e familjarëve të viktimave dhe të gjithë komunitetit. Kjo nuk është vetëm një çështje ligjore. Kjo është një detyrim moral ndaj atyre që i humbën, por edhe ndaj të gjithë qytetarëve që sot jetojnë në frikë se një tragjedi e tillë mund të përsëritet, ndërsa askush nuk do të mban përgjegjësi. Më tej ai tha se kërkoi që të rihapet hetimi për të gjetur fajtorët e vërtet të zjarrit në Spitalin Modular në Tetov. Të formoni një ekip të pavarur që do të shqirtoj të gjithë aspektet e rastit, përfshirë edhe zvarritjen eventuale të procedurës nga prokurorët. Të garantoni se procedura gjyqësore do të zhvillohet pa ndikim partijak apo të biznesit. Të siguroni transparencë dhe përgjegjësi në punën tuaj, në përputhje me obligimet ligjore. Ekspertiza gjermane le të jetë si provë kyçe në këtë hetim. Ne nuk do të heshtim, do të vazhdojmë të flasim për të dëshmuar, për të dashurit tanë që i humbëm për të vërtet, për drejtësi që në është premtuar, por asnjëherë nuk është realizuar. Në ndërkohë seanca vazhdoi ku u morën në pyetje sërish ekspertët, respektivisht Irfan Shaqiri, elektroinxhinier, dhe Rubin Boshkovski, eksperti MPB-s, në kuadër të sektorit të forenzikës. Irfan Shaqiri, gjatë marrjes në pyetje, foli për instalimin e rrymës elektrike, ku nënvizoi se i njëjti është vendosur nga 2 të punësuar në Spitalin Klinik të Tetovës, ku sipas tij, kyçja e rrymës elektrike nga trafoja kryesore e deri në modular është bërë pa ndonjë skemë dhe pa asnjë standard. Kurse sipas vendosjes së shumë aparateve në kabllin vazhdues, ka ardhur deri tek lidhja e shkurt, që më pas ka degjenuar në zjarr. Edhe eksperti Rubin Boshkovski tha se sipas analizave, objekti i modularit është ndërtuar me materiale lehtë të ndezeshme. Seanca vazhdoi me marrje në pyetje edhe të dëshmitarëve të tjerë. Në seancë sërish u parashtruan pyetje lidhur me mungesën e aparateve për shuarjen e zjarrit gjatë kohës kur ka ndodhur zjarri në modularin e Tetovës.